aktivist. Përshëndetje të gjithë motra dhe vëllezër, jemi këtu sot në këtë protestë për fëmijët tanë, pa flamur politik, vetëm me flamurin shqiptar. Besoj se e keni marrë vesh që kanë shku deri aty sa që këtë flamur duhen ta zëvendësojnë ndoshta me flamurin e LGBT-s. Imagjinoni pak sikur heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ta heqin nga aty dhe të vendosin bustin e Sorosit. Pra kjo është agenda që këta turbave jo. Kjo është agenda që këta maskarej dun në sjellin për modernizim. Na gënjyen, na thanë se kishte Europa ligjin, ndërkohë vetëm 2 vendet e Europës e kishin. Gjykata e Francës e rrëzoi, gjykata e Shtetit Bashkuar e rrëzoi. Pse? Sepse i mbrojnë fëmijët. Imagjinoni motra dhe vëllezër, spitale që ne i kemi për të smurët me kancer, do të na kthehen tani në një vend kastrimi për fëmijët tanë. Spitalet që ne i kemi për të smurët tanë, që janë nga 6 anët, do të na kthehen për një vend kur fëmijët tanë do të ndrojnë organet gjenital. Po unë jam në këtë shesh për të bërë një zgjidhje dhe një alternativë që e kam për qeveritarët. Së pari për ata 77 horra që e kaluan ligjin parlament. Së dyti për ministrën e shëndetësisë. Së treti për këtë zëvendës ministrën që pati kurajo dhe fytyrë vendoste firmën e saj në atë që pam ditën e njëjtë. Dhe së fundmi për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, që e pyet sot nga ky shesh. Ai e hajdut ky zoti kryeministër. Se këtu nuk bëhet fjalë për punë parë, se ju e keni shtruar për punë lekësh. Do paguaj 15.000 euro shteti, jo më zotëri. Këtu bëhet fjalë për dinjitet, për fëmijët tanë. Prandaj propozimi im për 77 deputet, për ministrën, për kryeministrin është: nga nesër fëmijët tuaj ti merrni si fillim, ti çojmë tek spitali, ta implementojnë ata terapinë hormonale, pasi ta provoni tek fëmijët tuaj, hajde të merrni pastaj fëmijët tanë. Fëmijët e atyre që kanë votuar ligjin shkojnë dhe të na tregojnë se sa i bukur është transformimi i organit gjenital. Në rast se ata nuk i çojnë fëmijët e tyre, mos i prekin fëmijët tanë.